Atletik Klub Shkodra ka regjistruar një paraqitje shumë të suksesshme në turneun ndërkombëtar të Roveretos në Itali, një nga aktivitetet më prestigjioze për grup moshat. Ky është viti i 16 radhazi që klubi Shkodran merr pjesë në këtë turne, ndërsa edicioni si vjetshëm ishte i 37 me pjesëmarrjen e ekipeve nga Italia, Gjermania, Çekia, Holanda, Austria, Serbia, Kuvajti, Singapori dhe shumë vende të tjera. Rezultatet për ekipet e Atletik Klub Shkodra kanë qenë mbretëlënëse. Skuadra U15 u shpall kampione e turneut. Në fazën e grupeve zhvilloi 4 ndeshje, duke fituar 3 dhe barazuar 1. Në gjysmëfinale triumfoi 2-1, ndërsa finalja u mbyll në barazim dhe u vendos me penallti, ku shkodranet fituan 4-2. Spikati veçanërisht Siar Hoxhaj me 7 gola të shënuar, ndërsa portieri Genis Mlloja ishte vendimtar në finale, duke pritur penallti. Skuadra U13 zhvilloi një fazë shumë të mirë në grupe, duke fituar 4 ndeshje. Më pas u ndal nga një ekip austriak, ndërsa në ndeshjen për vendin e tretë fitoi bindshëm 4-1, duke u renditur në vendin e tretë. Ndërkohë U11 pati një ecuri shumë pozitive, me 7 fitore në 8 ndeshje dhe vetëm një humbje, duke siguruar vendin e dytë në këtë aktivitet. Në total, 5 ekipet e Atletik Klub Shkodra morën pjesë në këtë kompeticion tradicional, duke përfaqësuar denjësisht Shkodrën dhe duke konfirmuar punën cilësore me moshat.